për Marlin. Ndosh në dëshirë. Hello YouTube, ja ku jemi të një vlog i ri. Dhe unë me flokët e mia si kokashta. Sa po kam bërë një dush, thava flokët edhe po mendoja që nuk kam hapur vlog dhe po mendoja që çat flisja te ky vlog i ri kur ta hapja. Dhe kur po thaja flokët, po shifja veten, thash, ok, do pyes pak gocat, ça bëjnë kur i kanë flokët kështu si unë. Unë tani historia ime e flokëve është kështu. Unë këtu në Gjermani kam filluar, mbinen flokët që në Shqipëri, po këtu në Gjermani mbien akoma më shumë, mbien të mersisht shumë, me tufa. Dhe nuk po gjej do të zgjidhje, ndoshta ndikon uji, ndoshta ndikon klima, nuk e di domethënë, ndoshta është dhe periudha, po vërtet po mbien shumë flokët. Ndërkohë, më janë bërë edhe kështu të thata, besoj duket edhe nga kamera, janë shumë pajet, duken shumë flokë të shpifura, po nuk i pjastrova, kështu duken fiks. Edhe po mendoja ty pyes, çfarë keni bërë unë kështu rastesh? Tani situata e flokëve të mia është kjo. Unë flokët e mia i kam patur një herë të kuqe. I kam mbajtur ca kohë të kuqe. Pastaj i kam kaluar në ero blu. I kam mbajtur ja 3 vjet të mira në ero blu. Pastaj i kam kaluar platin. Po, platin. Pastaj platin i kam mbajtur diku te 2 muaj. Pastaj i kam kaluar prap në ero blu. Dhe mbasi bëra në ero blu, i bajta 2 vite në ero blu, se nga mu tekën tru, t'i ktheja prap bjonda. Dhe, okej, u bë, po nuk doli ashtu si që doja unë, doli si e verdh, nuk më pëlqeu fare, nuk më pëlqen të vetja, as në foto, as në video, as i gjë, dhe i lyva prap zeza. Po isha në Gjermani, edhe i lyva në shtëpi. I kam lyrë 3 herë zeza vetë, me nga 2 kutia boj, dhe flokë im është në këtë gjendje tani. As i verdh, as platin, as brun, as një lloj ngjyre. Ka një ngjyrë që se kuptoj as vetë çfarë ngjyre është, por ngjyrë shumë e shpifur. Ju kërkoj falje se unë filmoj me telefon, edhe kjo memoria e telefonit mbushet sado që unë kam blerë memorie, prap nuk është kurrë mjaftueshme. Dhe me lë videot për gjysëm, ku lash ma beten, ndonjëra nga ju goca që i ka kthyer flokët nga bjonda në brune, të më thoj se si ka vepruar, çfarë duhet bëj në fillim, si ta kaloj të bëj dhe njëra ashtu në ero blu se që kisha më pëlqenin shumë. Dua t'i arri, po çuditshme që nuk më merr as rënja. Okej, këtej njëre kuptoj që mund t'jetë pak ngjyrë më e hapur, mund të shkarkoj më shpejt, po rënja? Nuk e di. Dhe nuk po ja dal dot të kthej flokët në ero blu. Pastaj, pjesa tjetër që nuk ja kam treguar. Unë te kursi kam marrë një pauzë. Mora pauzë se nuk doja të bëja pagesën kur mund ta bëj dhe falas. Pastaj, për shkak se po mendoj të punoj jo part time, punoj full time, po mendoj të bëj edhe këto kurset online. Kam parë këto kurset me Emelinën, kam parë kurset me Danielin, me Danielin kam qenë një periudhë, ta njishi, dhe nuk e di se të cilit vazhdoj, po diku do vazhdoj. Edhe po mendoj të bëj kursin online, edhe t'jap vetëm provimet.
Së fundja unë jam tip që studioj, më pëlqen studimi, nuk është se e kam problem dhe mendoj se mund t'ja dalë në gjitha mënyrat të mësoj gjermanishten. Kështu është situata, për të regjistruar nga kursi, në fakt unë shkova mora një raport të mjeku familjes. Pastaj, nesër kemi vendosur që të dalim, se kemi marrë makinën tani, edhe ndoshta mund t'ikim, unë kam qef në një fermë kungush, po nuk e di se sa doja dalë se burri nuk ka qef aty. Kështu që unë kur t'ikin nesër, doja marrë me vete, sot po e mbyll kamrën, së është ora 8 të darkës. Ja ku jemi nga dita e diel. Sot ishte një ditë shumë e bukur edhe si ju thashun juve që do shkojmë tek ajo firma kungullit ose në Hafen, nuk shkuam tek asnjëra, vendosëm që do dalim këtu te qyteti ku ne rrim. Këtu te qyteti ku ne rrim kalon lumi Elba. Edhe mu tek një pjesë e këtij lumit është një park, është shumë i bukur, shumë i madh, po nga që e kemi këtu në qytet, ndoshta dhe nuk është se e vlerësojmë aq sa duhet. Dhe po mendonim me burrin, ne që ditën e hënë do dalim, kemi përtikur pak larg, edhe menduam, okay, sot ditë diel, po dalim diku këtu afër. Edhe po mendonim ku, edhe I thashë di çfarë do dalim tek parku, edhe të bëjmë një shëtitje aty. Ja kaluam shumë bukur, u kënaqëm. Vërtet ishte pak dielli ishte prezent, po jo me atë funksionin e vet tamam që të ngroh, ishte thjesht aty, dukej. Po ishte shumë ftohtë edhe pse ishte dielli, fundja fare jemi në veri Gjermanisë, pranohet që t'jetë ftohtë. Ja kaluam bukur, po kisha veshur një pellush që ishte shumë I trash. Pellush nga ato pellushat e Shqipërisë që I kisha që në Shqipëri. Po atje I visha vetëm për një rast kështu, poshtë një fustane të hollë kur I kam në mbrëmje, atë pellushën për të kombinuar më shumë, se sa funksion tjetër nuk ishte. Kurse këtu e vesh edhe kur dalë për një shëtitje të shkurtër, thjesht sa për të mbajtur ngrohtë, edhe ndonjëherë edhe pa shumë kombinim, po thjesht jem ngrohtë. Unë nuk jam tip që e pëlqej shumë verën, më pëlqen vera vetëm ditët që jam plazh, po nuk më pëlqen nxehti, nuk më pëlqen as kur është shumë diell që djersis, se unë si person djersis shumë, dhe më pëlqen shumë kjo vjeshta, dimri, kjo koha këtu më pëlqen, kur nuk ka shi. Kur ka shi, pastaj e kam inat. Po më pëlqen në përgjithësi. Shkuam dhe te McDonald's. Shkuam te McDonald's se unë doja akullore. Unë vdes për ato akullore të McDonald's. Po me që shkuam atje, more të burri një burger me një patate, edhe unë akulloren time të preferuar. Akullore me krem karamel, vdes për ato. I bëjnë shumë mira te McDonald's vërtet. Edhe pastaj erdhëm në shtëpi. Tani, thash të hap kamrën, të filmoj pak, se do filmoj dhe nesër të ky vlogu, por t'ju tregoj pak pse nuk dolëm sot jashtë Gestakut dhe vendosëm që me që do dalim nesër do ecëm me makinë goxha, sot trim të qyteti jon. Dhe nesër do ikim në një vend shumë të bukur. Vendin tim preferuar këtu në Hamburg. Nesër është data 20 tetor, se të shtash nëntor, 20 tetor 2025 dhe Marlen bën 5 vjeç, ju e njihni Marlen tani të gjithë këtu, ka ditëlindjen, kështu që gjithë juve që e keni zemër Marlen, bëjni një koment duke i uruar ditëlindjen, edhe do ja lexojmë këto komentet, sa je ka shumë qef YouTube-in, vdes bëj video për YouTube. Po nuk e kam takuar, që në 15 shtator nuk e kemi takuar, sepse ai erdhi një ditë te shtëpia ime, po unë qëllova që kisha dalë me një shoqe, edhe kur erdha unë në shtëpi, ata kishin ikur. Kështu që I takova vetëm Bruna. Edhe unë do t'i takoj nesër, Marlin dhe Roysin, edhe kunatën me burrin. Se nuk I përmend shumë ata këtu te vlogu, se I di që nuk pëlqejnë të dalin në vlog, edhe ndaj unë përmend vetëm Marlin dhe Roysin. Do ikim për ditën e marrë, do ta festojmë, edhe patjetër që do ju nxjerr në një video këtu në YouTube. Tani unë po e mbyll për sot videon, edhe do shifemi bashkë nesër.
Përshëndetje YouTube nga dita e hënë. Sot është data 20 tetor dhe Marlin ka ditëlindjen, edhe 100 Marlin. Ne nuk do ikim të shtëpia, do ikim direkt tek lokali ku do ta festojmë. Kështu që punata të shtëpia ka përgatitur zbukurimet dhe tortën. Dhe po mendoja që, okay, te lokali Marlin nuk do ketë tortë, se do ketë fryqërinë të shtëpia. Kështu që thash po I bëj një tortë vogël që të fryqëriun. Po problemi është që unë nuk kam bërë ndonjëherë tortë. Do ta provoj, edhe shpresoj të dalë e mirë. Kështu nëse jeni duke parë këtë videon, do ketë dalë mirë. Se nëse nuk do ketë dalë mirë, do ta fshi fare këtë videon. Kam përdorur 5 vezë, I kam po ndaj të verdhat nga të bardhat. Shpresoj që të ngjoni se kam lënë kamerën pak larg. Po filloj me pandispanjën, kur pjek pandispanjën pastaj, kam përçuar dhe një email, ndërkohë që pandispanja piqet, se duhet të çoj email zyrës së të huajve. Marr një qese, se pas kam harruar gjën më kryesore, ku të hedh mbeturinat. E mora dhe qesën për mbeturinat. Tani ndajmë 5 kokave të vezëve, I ndajmë të bardhat nga të verdhat. Nuk është se do bëj sasi të madhe, do bëj një tortë vogël, thash sa për të fryqërinë. Problemi është që unë doja ta bëja me Spider-Manin. Domethënë, edhe nuk kam bërë ndonjëherë tortë, edhe shkoj rrezikoj, dua të bëj tortë me Spider-Manin, po te rreve që kam afër nuk gjeta fondant të zi dhe të kuq. Kështu që unë kam marrë fondantin e bardhë edhe do e bëj, më ra pak e verdhë. Këtu s'duhet bjerë fare e verdhë, supozot, që po ikit ma një luk të heq këtë verdhën. Okej, e hoqa dhe pjesën e verdhë, se nuk besoj do ta nxjerr në YouTube, se ishte një pjesë sfilitse. Ishte gjëja më e vështirë të hiqe atë pjesën e verdhë që kishte rënë aty. Vezët nuk duhet jenë vezë frigoriferi, duhet jenë vezë, paktën edhe nëse I mbani në frigorifer, ti keni nxjerr gjysmore ndoshta përpara. Po bëj si ekspert e tortash tani? Jo, nuk jam ekspert e tortash, po e pash te një gocë në YouTube. Ajo nxjerr vetëm receta gatimi, edhe unë e ndjek ka shumë kohë, kështu që edhe tortën e besova te receta e saj. E forta do jetë pas doli e mirë kjo torta. S'ka gjës, do ta çoj fare pas doli e mirë. Okej. I kam ndarë 5 kokrave të vezës, I kam ndarë të bardhat veç nga e verdha. Tani, do rrajmë si fillim bardhat me mikser, që unë këtë mikserin e kam marrë falas te AliExpress, e kam marrë vetëm për €1. Shpresoj ta bëj punën në rregull, e kam përdorur ja 2 herë tjera, mirë e ka bërë punën. Po të shohim të torta. Okej. Marrim dhe prizën. Okej, e bardha e vezës u bë. Dhe tani, 1 minutë. Unë për këtë ëmbëlsirën do përdor një gotë sheqer, se mora mielën. Sheqerin e kam te kjo këtu. Edhe këto nga AliExpress, apo nga Temu. Nga njëri kam marrë falas me €1. Do përdor vetëm një gotë sheqer. Duhet jenë diku te 200 gram sheqer. Në këtë gotën nuk e di se sa gram është, por me sy 200 gram e bia. Asnjëherë nuk kam qenë kështu me masat shumë strikte. Tani, gjysmën e kësaj gotës do ja hedh të bardhave të vezës. Gjysmën do e lë për të verdhat. Trazojmë prapë.
konsistencën si është bërë. Unë përdor këtë legenin. Këtë e kam vetëm për gatim edhe e kam marrë ke Reve, mos gaboj €1. Tani, kjo bë. Të dverdat e vezës, do shtoj sheqerin tjetër, gjysmën e gotës pra. Edhe do ta trazojmë. Trazojmë çik shumë fillim që mos na hapet sheqeri. Do të trazojmë derisa të ndryshojë ngjyrë të verdha, të bëhet si ngjyrë më e hapur, më kremoze. Mbaruam dhe këto, të lë këto këtu që të lajk. Edhe ndërkohë, kjo është konsistenca e vezëve të verdha me sheqerin dhe mikseri funksionoi shumë mirë, edhe pse €1 e mora, funksionoi perfekt. Tani mikserin mbaruam punë, e kam vendosur në vendin e vet dhe do përdorim këtë spatulën. Do përzjejmë të verdhat bashkë me të bardhat e vezëve. Kjo bërja e të verdhave mori diku te 4 minuta, jo më shumë. Me mikserin tim, tani varet edhe nga mikseri që keni, se ju mund ta keni më të mirë normale. Se unë shpjere jam këtu fillimet e mia në Gjermani, nuk i kam marrë ashtu siç duhet. E hodha dhe vaniljen, se ngela duke e ndërprerë nga që njërë mori burri, njërë mbaroi memoria e telefonit dhe kështu. Tani që e kam hedhur edhe vaniljen, do vazhdoj avash avash, do shtoj dhe miellin. Tani do vazhdoj të hedhim miellin, do i hedh 1 gotë e gjysmë miell. Unë përdor këtë miellin 00, gjithmonë, që në Shqipëri. Këtu në Gjermani kam provuar 1-2 herë me këto, si që përdorin këta Gjermanët 405-505, po jo nuk më pëlqen, dua këta 00, e kam fix për recetat që unë dua edhe më përshtatet më mirë. Tani, miellin gjithmonë do ta sistim dhe te mielli do hedh një gotë, pse do hedh gjysmën tjetër, por do hedh edhe plurin pjekës. Do hedh 1 plur pjekës. Ai do ta hedhim kështu duke e situr. Hedhim një gotë. Pastaj të hedh gjysmën tjetër. Vazhdojmë të trazojmë prap nga poshtë lart. Do ta trazojmë mirë që ai pluri pjekës të hapet në gjithë masën. Ose duket që ka dalë shumë mirë dhe kjo aroma vjen gjithë keku aromë. Po, ju thash, më duket kam bërë më shumë se që më duket. Aty nuk gjeta, nuk e dja, ju thash, nuk gjeta nga ajo që paketoj tortën. Edhe se ajo mund të ketë ndoshta ke kiku ose ke tedi, po unë kam pak larg. Edhe ndoshta mund të them burrit, nuk e di sa do më ngjoj, po mund të them të kthehet ta marrë një ashtu. Nuk di ku më gjej këtu kështu kuti që paketon tortën.
Nuk vë dot as muzikën s'fond, nga që jam duke e mbajtur kështu duke folur, edhe nuk duhet m'kapi ajo copyright-i. O zot, duket shumë e mirë, shpresoj të dalë kështu deri në fund. Ta hedhim dhe gjysmën e gotës. Atëherë hondha dhe gjysmën e tjetër të gotës miellit dhe për këtë pjesën e pandispanjës kam përdorur 5 kokra vezë, kam përdorur 1 gotë sheqer, kam përdorur 1 gotë e gjysmë miell, 1 pluhur vanilje dhe 1 lëng vanilje dhe 1 pluhur pjekje. Bralëmsh. Shpresoj ta kam thënë rregull. Do i pjek të këto tavat kastile që janë për torta. Kjo të merë ka më shumë kohë se sa gjithë përzierja tjetër. Edhe më lodhe këtë krahun, ishte kështu se fiskultu. Atëherë kam marrë pandispanjën e mbarova zbëri, kam marrë letër gatimi dhe këto që janë me hapje, që është më e lehtë për ta nxjerrë. Tani do pres letrën e gatimit kaq sa kjo. Nuk e kam presa kjo, jo, po do ta rregulloj tani. Okej. Këtë e prezëm. E vëm këtë këtu dhe e mbyllim. Ai kjo. Tani te kjo do hedhim masën. Nuk do ta mbush plato. Tani do mbush një të vogël unë, që nëse nuk e bëj shumë mirë atë të madhe, çoj këtë të vogël. Okej, ta hedh edhe këtë te kjo e vogla. Atëherë 2 pandispanjat janë gati dhe me sa shoh kanë dalë shumë të mira. Do i kthejmë me kokë përmbys te hekurat e sobës, do nxjerrim telin e sobës mbi sobë dhe do t'i kthejmë këto të dyja me kokë përmbys. Me kokë quhet pa. Dhe do t'i lëmë të ftohen. Atëherë, pandispanja kam mbaruar dhe e kam pjekur në furrë për diku te 25 minuta me 180 gradë dhe ka dalë perfekte. Thjesht nuk duhet hapur furra, që ta keni parasysh që mos të bjerë pandispanja. Për buttercreamin do përdor të Exquisite, do e përdor në vend të Philadelphias se e mora kereve dhe ka të njëjtin funksion. Do përdor 200 gram gjalp pa krip, që besoj që pa krip është. Do përdor 400 gram sheqer pluhur dhe do i radh gjitha bashk. Tani, filloj me gjalpin. Do rasi fillim gjalpin. Kjo Exquisite duhet direkt nga frigoriferi. Atëherë. Unë da heq me hamendje 50 gramshin e kësaj, se ka 50 gram më tepër, po nuk ka marrë fik. Ti kena marrë një fik, ta heq këtë dhe vi prap. Atëherë ka që bjet hequn. Tjetrin do ta përdor të gjithin. Ra vetëm gjalpin si fillim. Pra në të rastet. Këto i lava.
mikseri ka që patë. Do të marrë një ri tani. Iko kë. Vjen e djegur komplet. Hapa I qik dritare nuk se thash dali këtymi ndërkohë. Dhe do ta bëj te Nutribullet. Besoj se njëjtin efekt duhet ketë. Nuk kam zgjidhje tjetër për momentin, kështu që duhet dal nga situata. Nutribulletin e kam më të mirë, kështu që besoj se do ta bëj. Një, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 luk, okej, është në rregull, tani ka 200 gram aty. Dhe do I hedh edhe gjysmën e kësaj ekskuiza. Vetëm gjysmën, gjysmën do ja hedh me masën tjetër. Ka dal keku? E kam vënë pak kështu tek hekurat e furrës, I kam nxjerr hekurat e furrës dhe e kam lënë kështu që të kulloj. Tani do bëjmë prerjen që inshallah më pritet tamam. Inshallah po më ashtu dhe kjo bateria. Kjo memoria se më ka çmendur sot, më ka çmendur duke unë dija se videot regjistroheshin dhe videot ndërkohë nga memoria nuk regjistroheshin dhe kam bërë atë telefonin mbyll, fshi, hap prap. Tani unë këtu e kam me letër pjekje, kështu mendoj të dali direkt, ndoshta vetëm pak, po vetëm pak anash, prandaj duhet letra pjekje se ai që kishte ngjitur anash, edhe nuk po më dilte. O zot, është për tamam si pa bukur. Shpresoj mos më fliqë ky keku. Do e ndaj në 3 pjesë. Dhe brenda është shumë mirë. Kjo do jetë pjesa sipër. Se pjesa sipër duhet ajo poshtë gjithmonë keni parasysh. Kjo do jetë pjesa meset edhe pjesa poshtë do jetë kjo që ka qenë pjesa e kekut sipër te pjekja. Shiko se ju e kuptoni edhe pak vështirësinë, se unë nuk i kam mjetet për të bërë tort, edhe po e pres me thikën e bukës, me thikën sharr. Tani, I qik të pjesën sipër nuk vjen e djegur, po është për pak e errët. Ndoshta edhe mund ta pres, po mendoj jo më mirë. Kam marrë nga ky receli që është kastile për torta. Do ta përdor për të zbutur kekun. Si për herë të parë, mendoj se është shumë mirë. E kam shkruajt këtu sipër Happy Birthday Marlin 5. Edhe për herën e parë mendoj se është perfekte. Tani do gjej diçka që ta çoj atje. Edhe ja kalova 4 orë duke e bërë. Hey second boy, you cute, got me in a daze too. Love the way you move, second boy, it's you. Met you at the park, walking till it's dark. Birthday për Marlin. Është në shirë. Second boy, so sweet. This love's about to start. Për Marlin. Praticam Cipri. Okay, they're for sure you.
is your birthday, we gon' say it loud. Today is your